Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasditën në ditave ne si gjithmonë në DTV Media. Sot e kam nderin t'i kem sot në studion time këtu, ballë për ballë, dy moderatorët më të bukura të televizionit DTV, Liria Axhia dhe Adeja Kurtolli, të cilat e drejtojnë emisionin Bota Jonë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Tashmë po vjen në përfundimi i sezonës, mbylljes së emisionit. Si po ndjeni, a kam ju mungu, a si ju ka duk? Të fillojmë me ty, Adeja. Ka me qenë një mungesë shumë e madhe, besoj që do ta mungoj shumë. Për ty po ashtu ka qenë eksperjenca jote e parë si moderatore dhe normalisht ke pasur edhe bashkëpunimin perfekt me kolegen. Po. Si tu ka duk? Përshëndetje Adia, fillimisht për ty dhe për gjithë shikuesit e televizionit DTV. Kënaqësi e madhe me qenë përballë teje, sepse në televizionin DTV nuk është që shihemi shumë shpesh për shkak që ke angazhimet tua dhe një angazhimet tona. Eksperienca me Adejan ka qenë jashtëzakonisht e mirë, sepse edhe për mua ka qenë hera parë që kam qenë në prezantim me një vajzë të re, saktësisht me një nxënëse, kështu që normalisht që i duhet ndihmë gjithmonë sepse është në një moshë të re, por guximi që ka pas për qenë para kamerave normalisht që duhet me u duar trokit. Normalisht kem pasur her pas here ndoshta gabime të vogla, të cilat përmirësohen, por unë mendoj që duke gabuar ne zhvillohemi akoma më shumë dhe njëjta që ka ndodhur dhe me Adejan, po përkisht edhe me mua, sepse edhe pse ne jemi të rritur nuk do të thotë që ne nuk mund të bëjmë gabime. Ju e keni kaluar njëjtën sfidë. Ka qenë e njëjta sfidë për të dyjat. Disha të rikëthem të Adeja, cili ka qenë ndoshta emisionet që një randër emisionet që ty të ka pëlqyer ndoshta më shumë. Emisioni ka qenë i preferuar imi kur nxënësat e shkollës janë ardhur, shoqja ime që ka ardhur në emisionin tonë. Po pikërisht, sepse aty është edhe në një dritë tjetër edhe shoqërinë, edhe normalisht edhe më shlirshëm jemi kur e kemi edhe shoqërinë, por me të vërtetë rëndësia e temave, sidomos për shkollat dhe nxënësit janë ato që jemi fokusuar më shumë tek emision dhe duket se e kemi bërë edhe në një mënyrë goxha atraktive, sepse ka pasur domethënë dy pjesë ose ndonjë pjesë të këngës, e kështu, pra ka qenë goxha dinamike emisioni. Po ka qenë një emision i cili ka përfshi ta themi nxënësit më dalluar të shkollave, për atë shkollë sa kemi pasur mundësi që të ftojmë nxënës. Në pjesën e parë të emisionit kemi pasur të ftuar nxënës me të cilët kemi diskutuar rreth disa temave shkollore që ndoshta nuk preken shumë shpesh në media, sidomos në emisione për fëmijë nuk kam parë që diskutohen bashkë me fëmijë. Kështu që mendoj që ka qenë një mundësi jashtëzakonisht e mirë që ata të shprehen edhe ne t'i dimë mendimet e tyre, sepse normalisht që edhe zëri i fëmijës duhet të dëgjohet edhe të kuptojmë akoma më shumë se çfarë ata ndoshta kërkojnë dhe çfarë ju nevojitet, sepse duke qenë të rritur ndoshta ndonjëherë harrojmë që edhe ne kemi qenë fëmijë. Ndoshta në pjesën e dytë të emisionit zakonisht kemi pasur fëmijë të cilët janë të talentuar, janë në shkolla të muzikës, ndjekin kurse të ndryshme, na kanë argëtuar edhe normalisht që jemi mahnitur me disa performanca të tyre, sepse kemi pasur nxënës të cilët kanë marrë pjesë në shumë gara dhe ndoshta kanë qenë në klasën e 6 ose 7, por vinin me një dosje plot me certifikata, mirënjohje, diploma të cilat i kanë marrur dhe normalisht duke e di që kemi nxënës të tillë, emisionet si Bota Jonë, unë mendoj që duhet akoma më shumë të ketë edhe t'ju jepet mundësia dhe hapësira këtyre fëmijëve ta shpalosin veten e tyre më shumë. Po pikërisht e përmendëm dëgjime se çka ka nevojë, pra fëmijët gjithmonë e kemi atenën që e thonë ato që mendojnë, e thonë vetëm të vërtetën dhe gjithmonë ai guximi tek fëmijët, ndoshta fëmijët shumicën e kohës kanë shumë guxim sesa ne të rriturit nganjëherë, kështu që kemi po ashtu edhe të ftuar prej moshave shumë më të vogla deri pak më të rritur. Si ka qenë për ty Adeja si eksperiencë, ndoshta më përshtat edhe me mosha të ndryshme, me kriju një bisedë sa më të mirë për publikun? Ka qenë shumë interesante që ka pasur në moshën time. Ka qenë pak si e vështirë ti dëgjojmë bisedat tona së bashku. Kemi pas goxha dhe këngëtarë në studio, po ashtu edhe ju keni pas pikat performimit. Po, e kam pas edhe muzikën që e kam kënduar. Më ka pëlqyer shumë që kam kënduar dhe bëj emisionin tani. Atë ka pëlqyer ajo pjesa më shumë e performimit këtu në studio apo moderatorës kështu janë këtë karrikën?
Të dyjat. Unë mendoj që kemi qenë një kombinim jashtëzakonisht i mirë, sepse unë jam si ndonë së muzikës, edhe atje ne kemi artiste, sepse është në hapat e parë të karrierës së saj, dhe besoj që nuk do të ndalet, do të vazhdoj të sjell këngë normalisht të moshës së saj, dhe pastaj të vazhdoj të performoj akoma më shumë dhe të sjell këngë për të rritur. Edhe pse jo, ndoshta antarë më të shkojmë në ndonjë koncert të saj. është edhe për shtuat, është hynë atë botën e artistave të vegjël që i kemi pas këto. Do me thonë, ke pas aftësinë që me kuptu. Shumë a shumë se ndoshta ne kishë mujtë me kuptu. Mënyrën e arti keni pas piktore, shumë artista ndryshëm, po ashtu edhe garat të ndryshme i përmendëm, që kemi pas talenta, me thonë, ndoshta fëmijë gjeni që themi, që ndoshta në përditshmëri nuk i kishim vrejt kështu, sepse nuk ndalemi me diskutu çdo sen, por gazetaria ka të vetë, që çdo ditë një shumë personat ndryshëm, zbulon artista, zbulon persona që ndoshta krijon lidhje shoqërore goxha të gjata me ta. Edhe mendoj që për Adin ka qenë një mundësi shumë e mirë që të krijoj shoqëri, edhe në të ardhmen pse ju ta keni ndonjë bashkëpunim me ato vajza që kanë qenë pjesë e emisionit dhe janë këngëtare. A ke ndonjë personazh i cili ty ndoshta të ka inspiru goxha më shumë, ndonjë i ftuar që ke pas në emision? Ka pasur një vajzë që ka kënduar, ka pasur shumë zërin e bukur, dhe shoqja ime që vizaton shumë bukur. Pra, jo edhe e keni veshën e muzikës, kështu që e keni vrejt me njëherë talentin. Kjo pauza tash e sezonës së verës, si do t'jetë për ju? Ka me qenë shumë e mërzitshme, sepse kam pasur shumë aktivitete këtër që kam bërë dhe tani do të mbarojnë. Po tashmë ju përveç moderimit të misionit, një pasur e plot aktivitete ndryshme, kurse, sidomos edhe shkolla, gjithë këto obligime, normalisht në mbështetja e familjes ndoshta ka qenë kryesorja që me mujt me bo çdo ondër tonë të mundshme. Po, ka qenë. Kush të kam mbështet mas shumë të drejt familjes? Mami, babi, mutra, vllau, edhe të familjes tjerë. Pra, gjithë kanë qenë afër teje dhe të kanë suportu që nga fillime. Po. Liria, çka pret vera për ty tashmë, sepse normalisht edhe ju goxha obligime. Vera më pret me plot angazhime, sepse unë paralelisht kam qenë edhe duke punuar me kurse private për nxënësit cilë të vinë dhe indjekun në notë akademiku edhe unë jam aty. Kështu që do t'jetë një verë cila më pret një punë shumë e madhe dhe pastaj ta shohim se çfarë do të na sjellë shtatori. Do fillojme para përgatitje, ndoshta që tani me mendu organizimin e emisionit, me pru diçka të re për fillimin e sezonës të re që do ta kemi në shtator? Sezonat të reja gjithmonë kërkojnë që të ketë diçka risi, por nuk do të flasim për atë pjesë, sepse unë mendoj që duhet vi shtatori dhe të zbulojmë saktësisht se çfarë do të ketë risi, por besoj që do të vazhdoj e njëjta rutinë atyre nxënësve të dalluar në shkolla, nxënësit që marrin pjesë në gara të ndryshme, sepse çdo vit ka nxënës të cilët marrin pjesë edhe normalisht që gjeneratat vazhdojnë. Dhe me të vërtet ja vlen, me hap hapësirë televizive, këtyre talentave ka është mirë. Po, sepse edhe ne fatmirësisht ndonjëherë mësojmë prej tyre. Unë personalisht, kur shoh fëmijë të tillë, normalisht edhe unë ato gjonat e mira të cilat duhet t'i marr prej tyre i marr. Unë kam qenë mësimdhënëse edhe vazhdoj të jem mësimdhënëse akoma, por ne gjithmonë mësojmë prej fëmijëve. Ndoshta jo dhe prej nxënës apo një fëmijë të ndonjë të afërmit tonë, gjithmonë ka diçka që fëmia ty të mëson, paralelisht me atë se çfarë ne i mësojmë atij. Tashmë dhe me zhvillime teknologjike, po shumë që fëmijët janë më të mirë se ne në teknologji. Më të afërt se ne, domethënë goxha në shumë aplikacione të reja, ndoshta edhe në shakat ndryshme, kanë kështu shako mes vetes që gjenerata pak më vjetra nuk kanë ide se çfarë është ndodhur. Ndoshta ndonjëherë ne mendojmë që po mbetemi i jashtë kur ata merren me teknologjinë atë shumë. Kështu Adeja është pak më afër, i kuptojmë. Na jo. Teknologjia në menoj që edhe bën dëme.
I ka të mira, teknologjia edhe të mirat e veta. Po. Ajo, unë mendoj që bëjmë bullizëm me njëri tjetrin në teknologji, shpreh negativisht në komente, në për video, po edhe mira ka që bëjnë support, shkruajnë komente të mira, e tjerë. Qasja jote drejt teknologjisë, sa e përdorte, qysh e përdor? Më shumë e përdori për emisioni që postoj video dhe... Pra që tani me punë duke u merur? Po, edhe projekte që i bëj për shkollë. Pra, gjithmonë pak edukative këto, sepse pikërisht tek teknologjia, po ashtu edhe TikToku, nga një herë shkon një gjysmëore, pa e vretur hiç, vetëm të kështu të scroll. Kështu që ajo kontrolla që duhet me pas pak, duhet me alun edhe vetës pak më shumë, që me llogarit ditën me organizu, sepse përmendëm që nga fillimi ke goxha një ditë të përmbushur me aktivitete, kështu që timingu është kryesorja. Po. Si sa ka qenë sfiduese për juve, me pas ndoshta dygjyrime radhaze, pjesë ndryshme, musafir të ndryshëm, pra interaktivitet konstant? Hera e parë që kam dalë në televizion, në emisione, ka qenë vështirë se nuk disha çfarë të bëj, por sfidat andej u bën më të lehta dhe fillova të mësoj çfarë të bëj, çfarë të pyes, e tjerë. Po gjithmonë dëgjimi aktiv është kryesorja dhe për shtohet jam me musafirin, paka shumë janë ato teknikat e intervistës hapur, pra dhe se cili emision e ka karakterin e vetë, e ka ngjyrën e vetë, e ka një cilësi që gjithmonë e dallon nga emisionet tjera, një ngrohtësi, sidomos një emision si Bota. Ndonjëherë ndikon shumë edhe energjia mysafirëve me prezantues të emisionit, kështu që ndonjëherë në takimin e parë përcaktohet në një farë forme se si do të rrihet komplet emisioni, për mua nuk është që ka qenë aq shumë sfiduese ta them, për shkak që e njoh shumë mirë punën me nxënësit dhe i di problematikat me të cilat përballen çdo ditë. Edhe normalisht Adia duke qenë se ka qenë nxënëse dhe vazhdon të jetë, ka qenë bashkëbisedim me bashkëmoshatorë të saj, me nxënës të cilët janë më të rritur se kjo, ose nxënës të cilët janë më të vegjël, kështu që mendoj që ka qenë kemi qenë fakt një dyshe shumë e mirë dhe do të vazhdojmë të jemi, por normalisht duhet prapë shumë punë. Unë gjithmonë nisem nga vetja, ne gjithmonë duhet që të përmirësojmë diçka tek vetja jonë, edhe që herën tjetër, pas një emisioni, 2 emisioneve, ndoshta pas disa muajve që dalim akoma më mirë, sepse dhe ne do të jemi akoma më të kënaqur me performancën tonë, sepse në rast që stepemi dhe qëndrojmë aty ku jemi, atëherë nuk do të kemi zhvillim dhe normalisht që performanca jonë do të mbetet gjithmonë e njëjtë. Kështu që duhet shumë punë që të realizohet diçka e mirë, edhe që fëmijët ambientohen shumë me emisionin, sepse emisioni Bota Jonë ka disa vite që është pjesë e televizionit DTV, por her pas here ka pasur prezantues të ndryshëm, kështu që ju duhet edhe fëmijëve pak kohë që të ambientohen me njerëz të rinj që po udhëheqin atë emision, edhe të ambientohen me temat të cilat po trajtohen, me natyrën e atij emisionit, sepse unë mendoj që fëmijët kanë shumë nevojë që të shohin emisione të tilla, edhe mos jenë pjesë vetëm ata fëmijë të cilët janë të dalluar, por her pas here ndoshta të kemi edhe fëmijë të cilët ndoshta vetëm në klasë tregojnë sjellje shumë të mira, për t'ju japim mundësi dhe ta tregojnë edhe ata veten e tyre. Mendoj që ata do t'i bëjmë që të ndjehen mirë, edhe normalisht që do t'i motivojmë që të mësojnë edhe të jenë akoma më të mirë se sa që kanë qenë para se të vinin tek emisioni jonë. Sa mendoni që ka pasur ndikim pozitiv ky emision, si keni realizuar ndoshta edhe tek shoqëria juaj, komentet që keni marrë, si ju ka duke emisioni? Shumë mirë, mu shumë ka pëlqyer, edhe klasës time i ka pëlqyer që kam filluar të bëj emisione, i kam pëlqyer shumë që kam folur, bëj këngë, edhe që i pëlqen atyne që shprehna me talentin tim. Pra ti janë ambientu, ndoshta me njëherë, sepse duke marrë parasysh që ke këndu, pra gjithmonë e ke pas, ajo trimëria nuk të ka mungu kur për me provu sende të reja. Po, ka qenë e vërtet ajo, se muzika e parë ka qenë pak e vështirë, sepse zëri më ka
bërë shumë I vrasht, kështu. po, edhe isha duft me mësu shumë tekste për të ushtruar zërin, e tjerë. Tani në muzikën e dytë jam mësuar më së shumt edhe kam ditur çfarë të bëj. Po, ambientohet personi Po. edhe sinqerisht mëson, pra, se cila eksperiencë, do shta çdo ditë e kemi dëgjojmë një mendim, diçka shumë, diçka të re që e përfshin personalitetin tonë dhe me të vërtetë të rritemi. A mendon që ty të ka rrit ky emision, të ka përmbush pak më shumë? Po, mendoj shumë. Sa mendon që ka ndiku temat që e keni trajtu, temat kryesore, pra. Sepse në shoqëri përmendëm që zëri fëmijëve do të dëgjohet. Po, kur flasim për temat, so herë që une kam bërë ftesë tek nxënësit që t'jenë pjesë e emisioneve ose kam kontaktuar mësuesit ose mësimdhënësit e tyre që t'i ftojmë nxënësit në emision, përgjigjja e tyre asnjëherë nuk ka qenë jo. Vetëm kam pasur dëshirë që të dinë në saktësi cila do t'jetë tema, edhe normalisht që me njëherë kam bërë përgjedhjen e nxënësve edhe i kanë sjell tek emisioni Bota Jon. Kjo tregon që kjo ka ngjall interesim tek mësimdhënësit fillimisht dhe pastaj tek nxënësit. Sa i përket komenteve të cilat i kam marrë, kanë qenë më shumë ta them nga mësimdhënësit, sepse ata kanë dëshirë gjithmonë që të trajtojnë tema të tilla, sepse ndonjëherë duke e ditur që se si përjedh arsimin në Kosovë, nuk është që trajtohen shumë tema, dhe kështu që ndoshta ka mësimdhënës që të interesohen shumë dhe kanë dëshirë që të trajtojnë tema të tilla, por ndoshta ka edhe raste kur nuk është që merren shumë atë pjesë. Sa i përket të nxënësve, mendoj që ka ndikuar tek secili nxënës që ka qenë pjesë e emisioneve, sepse mendoj që mënyra e të menduarit tek ta mundet edhe me ndryshu, sepse ne po i nxjerrim nga përditshmëria e tyre dhe po bëjmë që zëri i tyre të dëgjohet. Fillimisht ta dëgjojnë ata veten dhe pastaj normalisht i dëgjojnë të tjerë dhe të marrin komente se çfarë është diskutuar, çfarë po mendoni, pastaj ato tema diskutohen edhe mes tyre në klasë, pastaj kjo shkon zinxhir. Kështu që unë mendoj që ka ndikuar për së miri, sepse ndonjëherë kemi pasur raste kur nxënësit nuk shprehen, ta themi deri Kanë nguru pak. Kanë nguru, nuk janë shprehur deri në limitet të cilat është dashur të shprehen, sepse kanë një mësuese, kanë prindrit, janë mësimdhënësit, pastaj është udhëheqësia e shkollës dhe unë them që disa sekrete të cilat në shkolla nuk ka dëshirë që të dihen nga jashtë, atëherë nxënësit hezitojnë që t'i tregojnë, sepse janë nxënës dhe mendojnë që mësimdhënësit ndoshta do të hakmerren, ndoshta duke dëmtuar në notë ose duke ndryshuar sjellje kaq i tyre, por mendoj që nxënësit sa herë që vinë duhet të jenë të lirë të flasin, por prap se prap kthehem edhe vendos veten në pozitën e nxënësve edhe atëherë i kuptoj, sepse ndoshta dhon të kisha qenë në pozitën e tyre, do të mundohem që gjithherë të flas mirë dhe e dim që jo gjithmonë është mirë, sepse gjithmonë ka problematika, ka sfida, ka vështirësi, por e mendoj që pikërisht këto janë ato të cilat duhet që të dalin, sidomos në media, edhe të krijohet pak më shumë zhurmë që të përmirësohen, sepse duke mos bërë zhurmë dhe duke mos folur rreth tyre, atëherë normalisht që ato nuk do të zhduken, por do të qëndrojnë aty edhe do të forcohen akoma më shumë që do të vijë një kohë që nuk do të mundemi t'i largojmë. Kështu që unë mendoj që kanë qenë tema shumë të mira dhe hezitimi i mësimdhënësave dhe i nxënësave dhe i prindërve nuk ka qenë as pak. Kanë qenë të gjithë bashkëpunues. Përmendëm të fëmijët, është nga njëherë kanë nguru pak, ka keni pas raste ku... E kemi këtu edhe Adia, besoj edhe kjo mundet me na tregu që jo gjithherë nxënësat të tregojnë atë se çfarë po ndodh brenda shkollës. A ka ndodhur kjo kështu me të vërtetë? Po, ka ndodhur që mësimdhënës kanë folur që s'dohet, shkolla nuk e ka lejuar, edhe ndonjëherë nxënësit kanë hezituar të folin. Por prapë se prapë nuk po e ngushtojmë Adian, sepse edhe kjo është nxënës e shkollës dhe mos t'i nxjerrim probleme. E përmendëm rëndësinë dhe me të vërtetë përfaqësimin media, këtyre problematikave të vogla, nëse i kapemi sa janë ende me zishien, atëherë ato largohen me pak mundim. Kështu që kjo është e mira që me të vërtetë është një ndikim serioz çka ka vu ky emision. Dhe ndikimi pozitiv po ashtu shihet gjatë kohës, shihet edhe në shoqërinë tonë për shembull.
tek shoqëria, kush ka të mbështet mas shumte? Klasa dhe... A ke ndonjë shoqe kështu konkrete që ka mbështet mas shumte? S'kam të gjithë vajzat e klasës, më së shumti më kanë mbështetur. Pra atë janë e kemi kështu shumë të shoqërueshme, me vërtet është vajzë shumë e hapur. Unë moshën e saj shumë kam qenë kështu s'pak e mbyllur brenda vetës, 3-4 shoqe i kam pas që kam diskutu me to. Me të vërtet si tipa të ndryshëm, po që ku jemi në një studio, kjo është gazetaria. Cila pjesë e emisionit Adea të ka pëlqyer më shumte? Më ka pëlqyer kur kemi biseduar me nxënësit për shkolla të ndryshme, si për shembull në fshat, si më mbahet mësimi atje, dhe më duket që vizatimet dhe muzikat që kam bërë. Artiste. Po. Artista gjithmonë, kështu e ngreja, është si një magnet, o arti gjithmonë. Edhe kur kemi biseda që me të vërtet na pëlqejnë të gjuhë, nuk duket fare punë. Adea ishte më fokusu edhe një herë të këti, sepse e ke goxha kështu një talë me përpara, pra i ke provu goxha rrugë të ndryshme, pra moderimin, muzikën, shkollën. E ardhmja jote, çka preta, do të kemi pjesë televizioneve, ndërsa gjithmonë kështu bota e televizionit ka rëmby pak, sepse dhe me muzikë lidhet goxha shumë. Po, unë mendoj që do të vazhdoj në emisionet bota jonë. Më pëlqen shumë sepse mësoj edhe unë, se nxënësit të shkollave të tjera i shprehin mendimet e tyre dhe shumë më pëlqen ajo pjesë. Po ashtu po besoj që derisa të rritesh ti, i rria plakët edhe merr edhe një adet vogël. Adeja do të mbetet vetë. Unë mendoj që do t'jetë gati ndoshta që ndonjë emision ta udhëheq vetë. Tash ne do të kemi edhe një emision i cili do të transmetohet të dielen, kështu që pjesën e të madhe të emisionit Adea do ta udhëheq dhe do të shohim sa do ta mirëpret kjo sfidën, sepse unë po e sfidoj këto. Kjo do të jetë udhëheqja e emisionit pjesën më të madhe, kështu që mendoj që do t'ja del. Edhe pse mund të ketë ndoshta pak siklet, por besoj që e ka kuptuar se si rrjedh pjesa e bisedave në studio, edhe do të ketë nxënës të cilët më shumë do të jenë artista, e din se çfarë pyetjeve duhet me ju parashtru, e din se si mu qas në bisedë, sepse është pak e re ta themi, edhe normalisht her pas here ka pasur edhe angazhime të shkollës dhe kemi pasur raste që ka arë shumë e lodhur, sepse emisioni bota jonë shkon transmetohet xhirem, kështu që vinte ndonjëherë e lodhur, pastaj edhe ajo ka ndikuar që mos parashtronte shumë pyetje, ose ndonjëherë të mos buzëqesh të shumë, sepse na ndodh kemi probleme dhe ndonjëherë nuk kam ardhur shumë disponim, po kur ndezën kamera duhesh me buzëqesh, sepse nuk mundesh me përqu energjinë e keqe ose negative tek ata cilët po na shikojnë, sepse nga dita kur ne xhirojmë deri ditën e diel normalisht ndryshon, kështu që ta presim edhe ne të dielen me disponim, sikur gjithë ata cilët e përcjellin emisionin edhe ndoshta presin me padurim që të transmetohet edhe të dëgjojnë se çfarë po diskutohet këtë javë. Gjithsesi është një ndjesi ndryshe kur janë në studio dhe nga një herë më pas disa obligime, kështu duke i mendu konstant, këtu nuk i mendon dhe e ke si një lloj terapie, kështu e shoh në anën të mirë të kësaj. Dhe pastaj del nga këto me mendje të qetë. Po, gjithmonë kjo punë unë dhe më thonë një ka sfidat e veta, por është shumë shpërblyese për personet që me të vërtetë e donë, sepse lidhesh direkt në publikun, po ashtu përmendëm edhe energjinë, energjia vrehet nga kamera, edhe pse fizikisht ndoshta vrehet një buzëqeshje kur ndoshta është me të vërtetë një apo shtiremi se kush jemi, ne jemi ato që jemi për ditëshmëri në një zgjumë më letrare dhe E sidomos fëmijët janë ata cilët e shohin atë akoma më shumë, sepse rrit paka shumë e dim, por fëmijët e ndjejnë nëse ne nuk jemi të vërtet kur paraqitemi në media. Po dhe gjithmonë do të kujdesemi që
me përshtat të me shfaq këtu në studio imazhin tonë më të mirë që vetëm mu inspiru pra gjithë shikues tonë me pas që ka me pa mirë. Atëherë, faleminderit shumë që ishit sot në studio këtë radhë në rolin e musafirit. Si ju duk? Mu shumë ka pëlqy, faleminderit edhe për ftesën. E s'ka përsa për mu ka qenë një bashkëbisedim me kolegët, me shoqet e mia që ka shku goxha lehtë dhe nuk duket fare si punë kja. Për mu në fakt ka qenë një ndjesi shumë e mirë. Në rolin e musafirës kam qenë edhe më herët, por të jem pjesë e një emisioni në televizionin DTV dhe të kemi ty përballë, normalisht ka qenë ndjesi e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë edhe shpresoj që do të shihemi prapë. Ne bashkë shihemi në shtator, po besoj dhe do të fillojmë me një energji të re, me plot emisione të reja, ndoshta ndryshime dekoreve, kështu, aso nuk po zbuloj më shumë. Dhe të mbetet surprizë. Atëherë faleminderit shumë Anjar. Faleminderit ty. Faleminderit. Atëherë dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 çdo pasdite, deri në takimin e radhës, mirupafshim.